ta bëjmë një shpjegim për popullin shqiptar dhe kush ka dëshirë me kuptue. Çdo mbrëmje, ndërsa në shesh fillon grumbullimi i qytetarëve të parë pjesëmarrës në protestë, Arbeni, i dallueshëm nga jeleku i verdhë dhe qeleshja në kokë, ndodhet në sheshin Skënderbej. Pasi lë biçikletën me të cilën ka mbërritur, ai merr megafonin dhe bën lajmërimet e ditës për protestën, thirrjet masive të së cilës pushtojnë kryeqytetin. Arben Kolla është kthyer në nismëtarët e parë të një proteste për të cilën, siç thot edhe vet ai, askush nuk e kishte parashikuar që ajo që nisi si një protestë e zakonshme aktivistësh do të shndërrohej në ato që protestuesit e quajnë sot revolucioni i flamingove. Kjo që po ndodh tani, unë si Arben dhe shumë aktivist, duhet themi për të gjithë aktivistët adetar, aktivistët për mjedisin, aktivistët të çështjeve të ndryshme, ata që punojnë me pastërti, dhe ata që kanë profesion, por në veçanti ata që punojnë me pastërti dhe sakrifikojnë nga xhepi i tyre, ne kemi pritur në 2030, po jo në 2026. Për Kollën, angazhimi qytetar nuk nisi me protestën e fundit në Tiranë. Ai nuk është i njohur përmes posteve të larta apo pushtetit, por ai përket një kategorie tjetër, atyre që dalin në shesh sepse nuk durojnë dot të rrinë spektator, dhe Arbeni ka 12 vite që është ndër zërat më të fuqishëm të kauzave mjedisore. I lindur dhe i rritur në fshatin Bele të Kukësit, ai thotë se është formuar mes natyrës, lumenjve dhe maleve të veriut, të cilat më vonë do të bëheshin arsyeja e angazhimit të tij publik. Ai flet me zemërim për hidrocentralet e ngritura në lumin Luma, për betejat në Valbon, për Vjosën, për lumin Cem dhe kanjonin e Holtës, ku në secilin prej këtyre konflikteve ai ka qenë i pranishëm, herë në protesta, herë në organizime qytetare, e herë si zë kritik në forume ndërkombëtare. Nuk ka shqiptar që nuk është prek nga projektet. Ta filloj me fshatin tim, fshati Bele në Kukës. Grika e Vanave, që ne i them Grika e Vonave, mos me të kap orët e Vona, është ndër parat e masakrume, ku Luma, është edhe lumi që i jep emrin krahinës e Lumës. Krahina Lumës është shumë e anashka lumen. Aty filloi masakrimi në kohën e Saliut bashkë me Flamurin, që e kemi nga krahina. Aty janë ndërtu diku të 9 deri në 10 hidrocentrale, pastaj vim tek Valbona, ku në ka marrë pjesë aktive, vim tek Vjosa që në 2015 me Eko Albania nuk kam qenë shumë aktiv, si në Tepelen, si në Përmet, si në Tiranë, kudo ku ka pat angazhime. Pastaj vim me lume të tjerë. Kemi lumin e Cemit në Kelmend, kemi ajo që au tentu të bëhem me Holtën, me kanjonin e Holtës, ku kemi protestu. Rreth viteve 2018-2019 ai mori pjesë në një aktivitet në Parlamentin Evropian si aktivist mjedisor, një përvojë që e përmend si dëshmi se çështjet e Shqipërisë nuk janë vetëm probleme lokale, por pjesë e një debati më të gjerë evropian mbi zhvillimin dhe mbrojtjen e natyrës. Në 2018-2019 kemi mbajtur një fjalim në Parlamentin Evropian lidhur me mjedisin, unë isha i ftuar si aktivist dhe kam shkuar me parë borxh që ta dinë edhe shqiptar. Nuk e prezanton veten si politikan, e as si lider. Ai është pjesë e një rrjeti njerëzish që u bashkuan nga pakënaqësia e përbashkët, ndërsa tregon se gjithçka nisi spontanisht përmes kontakteve dhe qytetarëve të revoltuar. Me atë çfarë ndodhi me datë 30, siç e dini edhe ju, që ishte, domethënë, e solli Zotin dritat, atë tërheqjen që nxorri barbarizmin e këtine oligarkëve, politiqenëve, këtine tradhtarëve tanë që po i thithin gjakun këtij populli, atëherë pash që kishte një revolt në rrjet. Dhe Luciana, duke qenë që ka luftuar mbi 4 muaj. Po, për hir të vërtetës do t'i themi edhe Dëgjana që rriolli u la shumë në heshtje, si nga media, si nga organizatat mjedisore, edhe unë i them Luciana, po jam punë nesër deri në 6. Mund ta lejmë 6:30, se po e dhash fjalën unë ngelin ta. Kam shumë probleme dhe me të vërtet kam ngel për t'i shku deri në fund, se unë i lash edhe turistët rrugës. Nisi si një bisedë, po në të njëjtën kohë Luciana ka kontaktu
edhe aktivistë të tjerë. Kur kthehet pas në kohë dhe përshkruan ato ditë, ai kujton se sapo kishte mbaruar punën si guid turistike, profesion të cilin e ushtron prej vitesh. Mori megafonin dhe u drejtua te protesta. Fillimisht ishin pak vet, më pas turma u rrit, njerëzit u bashkuan gjatë marshimit dhe energjia e revoltës u shndërrua në një lëvizje më të madhe se vetë organizatorët. Duke pa energjinë që u kriju atje dhe revoltën, me të drejtë, ne vendosëm që të marshonim drejt Ministrisë Brendshme. Gjatë marshimit na u bashkuan edhe shumë qytetarë tjerë që ne nuk e prisnim. Atëherë me thirrjet që bëm tek Ministria e Brendshme dhe me revoltën e brendshme që kishim, vendosëm që të shkonim drejt Kryeministrisë, sepse aty është edhe vendi i krimit, i vendimarrjes i gjithçkaje. Dhe mbas këtij tubimi, duke pa revoltën, duke pa angazhimin që na sinqerisht na ka kapur në befasi të gjithëve. Këtë po kërkojnë zgjidhje. Prej asaj dite, Arbeni është një ndër fytyrat kryesore të protestës, edhe pse ai vet refuzon etiketën e organizatorit. Jemi disa nismëtar të parë, pastaj janë plot nismëtar, pastaj janë plot organizator, edhe nuk duam të përjashtojmë askënd. Absolutisht, po. Ajo që duhet përcjell përmes jush, që ta kuptojnë gjithë. Ne që sakrifikojmë më shumë dhe s'kërkojmë asgjë në këmbim përveç një Shqipërie demokratike, ne po sulmohemi edhe më shumë. Unë s'du t'jem politik, unë du thjesht një Shqipëri demokratike. Ai refuzon ta njësosh me politikën dhe nuk është në kërkim të një karriere, qoftë për pushtet apo edhe poste administrative. Aktivizmi i tij është një thirrje e brendshme, e rrënjosur që në vegjëli, përmes një lidhje sublime me natyrën. Mënyrën se si jam rrit me mjedisin, me zosh, me shpend, unë edhe mund t'i imitoj. Është ndjeshmëria që nga vegjëlia, është ajo, do me thonë, ajo shkolla e jetës. Nuk kemi pat shkolla ato se kushtet që i kishin njerëzit në Tiranë, po unë misht më të mirë kisha natyrën, lulet, shpendet, gurdullimën e ujit që se proja shumë afër shtëpisë time, dhe nëse një ditë doni ta vërtetoni, ju çojnë në fshat, ta shifni proja është 150 metra. Dhe jam mësu me këto zhurma, po jo me zhurmat e betonjerave dhe motorave, makinave që na nxorën vesht ditë e natë në Tiranë. Për Arbenien, ajo që nisi si kundërshtim dhe projekteve në zona të mbrojtura, u shndërrua në një lëvizje kombëtare kundër korrupsionit, oligarkisë dhe mënyrës së qeverisjes. Unë duhet dashuroj mjedisin, ne nuk jetojmë pa mjedisin, mjedisi jeton pa ne. Por duhet të themi është për teja sa janë 999 halle. Doja me thënë drejtën që të evitonim gjithë këto propagandën, jo është kundër Amerikës, jo është kundër këtij shteti, jo lindjes mesime, jo lindja largët, jo. Nuk është kundër askujt, është kundër korrupsionit, është kundër oligarkisë që na ka zonë frymën me këto pallatet qesharake, është kundër edhe këtij në pllakave këtu, tani po më djegin mu. Unë kam skuq edhe vezë këtu në para një viti, në shesh piramidën, se nuk është shesh kjo, piramidë tani. Në rrëfimet e tij, shfaqet shpesh kontrasti mes Shqipërisë që promovon tek turistët dhe Shqipërisë që sheh të betonizohet çdo ditë. Ai proteston për hapësirat publike të humbura në Tiranë, për mungesën e parqeve për fëmijët dhe për ndërtimet që sipas tij po i marrin frymën qytetit. Është kundër asaj parku që më kanë vjedh, parkun e djalit ku është rrit djali im i vogël këtu prapa oprës. E kam rrit aty. Këta na hapën një grop tjetër. Dhe tani vajza ime, edhe shumë fëmijë, e gjithë kjo pjesa që është mes rrugës Hoxha Tasim, rruga Bardhil, rruga e Dibrës, rruga e Barrikadave, zogu i parë nuk e kanë një park të vetëm. Parku që ishte i vetëm ishte prapa oprës. Edhe këtë ne grabitën këta shpirt shitur. Në qendër të botkuptimit të tij qëndron ideja e përgjegjësisë ndaj brezave të ardhshëm. Ai flet shpesh për fëmijët, për kohën që mendon se ua ka marrë familjes për shkak të aktivizmit dhe për dëshirën që një ditë të rikthehet më shumë jetës private. Që nga kthimi im nga Anglia në dhjetor 2010, i kanë vjedh shumë kohë nusjes dhe jam vëzhli shumë, edhe a personi vetëm që ndjehem fajtorës që më vjen me shpalla pasmori. 3 milion tjerë s'mund të më ven, ajo po, edhe fëmijët e mi. Kështu që du të ri me fëmijët e mi, du të shijoj punën me turizmin.
Për Arbenin, angazhimi qytetar shkon përtej për llogaritjeve personale, ndaj është pjesë e një proteste që u shndërrua në një revolucion i flamingove. Për të, flamingoja është simboli lumenjve të devijuar, pyjeve të prerë, parqeve të humbura dhe një vendi që sipas tij po humbet ekuilibrin mes zhvillimit dhe interesit publik. Kam plot miq, kushërinj, farefis, vjera, të tjerë që më kanë thënë mos, prandaj ke ngel në shtëpi me qëra, mos se baj. Dhe unë kam thënë do vazhdoj me atë timen, dal nga dal në pjesën e ndërgjegjësimit. Por kjo është një vullnet i fëmijëve të palindur, i atyre që kanë lindur, i atyre që janë duke u rritur, i rinis, i moshës tretë, të cilët kanë sakrifikuar shumë vend, për këtë vend edhe i Zotit lart. Nuk është diçka as e Arbenit, as e Hasanit, as e Hisinit, as askujt. Është një vullnet që Zoti ka vendosur që popullin shqiptar mos ta harrojë. Por të prish çdo natë mira njerëz në shesh, ku të gjithë në kor kërkojnë largimin nga pushteti të Edi Ramës. Për të, është një përgjegjësi e madhe, aq sa duket se trupi i tij zorse e mban mbi shpinë. Me të vërtetë është emocion i bukur, po këtë radhë është për te emocionit. Çfarë është? Mua është kthi gati edhe nënkth, sa është mbi përgjegjësi. A kupton, kur ti mundesh me bajt mbi supe 40 kg dhe njerëzit kanë një besim të tillë dhe duan me të vunë 500 kg, po unë nuk i baj dot. Ato thonë na prin, thotë se ti je lider, unë ju prinj para për atë çfarë ditë bëj, po jo për atë çfarë jam. Ato duan që unë të jem politikan, po nuk jam. Edhe s'du të jem politik, unë du të jem gjithmonë përballë të keqes. Si në profilin tim edhe shumë të tjerë aktivista futen të gjithë në politikë, atëherë kush do të jetë shembulli që në të ardhmen kur këta të devijojnë t'ju dalë dikush përballë. Ne duhet të ndërtojmë diçka që t'i rezistojë 50 viteve deri në 100 vitet e ardhshme, që gjithmonë të ketë dikush që del ballë për ballë. Nga dal bek se ka hendek. Në shumë raste, fjalori i tij bëhet i ashpër dhe emocional. Ai përdor metafora të forta, shpreh zemrimin ndaj korrupsionit, oligarkisë dhe mënyrës se si sipas tij janë menaxhuar burimet publike. Përkrahasit e shohin këtë si shenjë sinqeriteti dhe revolte qytetare. Kritikët mund ta konsiderojnë si retorik të tepruar, por pavarësisht këndvështrimit, është e vështirë të mos dallosh intensitetin emocional me të cilën ai i jeton kauzat e veta. Është një dhunti e Zotit, është një telepati që trashëgoj ndoshta edhe nga vezlia, duke pat besimin në Zot, por edhe te zanat e malit. Se jam rrit me ato zanat e malit, më ka rrit nana me këto histori dhe nuk mund t'i evitoj sa do të mundohesh ti të më japish pjesë të fesë, unë jam rrit me atë pjesë. Një nga ëndrat që përmend është hapja një qendre edukimi për të rinjt, ku të mësohet qytetaria, integriteti dhe rezistenca ndaj servilizmit. Në vizionin e tij, ndryshimi i afatgjat nuk vjen nga protestat e pafundme, por nga formimi i brezave që nuk e pranojnë padrejtësinë si normalitet. Duqen të ardhmen të hapin një qendër edukimi për të rit, për fëmijët, që mos binë pre e servilizmit, që mos shesin shpirtin, trupin e tyre, që të vendosen themelet një herë mirë që shqiptarët mos kenë nevojë të çohen në protesta. Për të bëhemi si Zvicerianët, si Norvegjest, si Suedest, të bim qetësi të fillojmë të jetojmë, të shijojmë ato që na ka dhuruar Zoti. Për të kuptuar Arben Kolon duhet ta imagjinosh si një njerëz që lëviz mes dy botëve, mes maleve të lumës që e formuan dhe Tiranës që e revolton, mes grupeve turistike që ju udhëheq çdo ditë dhe protestave ku mban megafonin, mes dëshirës për një jetë të qetë familjare dhe bindjes se nuk mund të hesht përballë asaj që e konsideron të gabuar. Ai nuk paraqitet si shpëtimtar, as si politikan. Në narrativën e tij, Arben Kola është thjesht një qytetar që beson se dashuria për vendin fillon nga mbrojtja e lumit, e parkut, e pyllit dhe e së drejtës për të ngritur zërin kur mendon se ato po humbasin.